Detaje nga ngjarja e rëndë e ndodhur në Gjirokastër, ku 15 vjeçari Arber Peçi është mbytur në pishinën private. Mësohet se adoleshenti ka bërë me shenjë për ta nxjerrë nga uji, por askush nuk dënjoi të hidhej për t'i dhënë ndihmën e parë. Prej burimeve nga grupi hetimor mësohet se Arber Peçi ishte nisur për në pishinë në orën 9:30 në shoqërinë e dy shokëve të tij, teksa këta të fundit u ulën në shezllongët përbri pishinës, Arbri u zhyt në ujë. Pas pak minutash ai ka bërë me shenjë që ta ndihmonin të dilte nga uji, por askush nuk ndërhyri. Pas kësaj dy shokët e tij ngritën alarmin e më pas u lajmërua policia e Gjirokastrës. Versioni deri tani shëmzyrtar është se 15 vjeçari ka pësuar atak kardiak pasi ra në kontakt me ujin, temperatura e të cilit ishte shumë gradë më poshtë se sa normalja. Ndonse nuk është kryer autopsia në trupin e fëmijës. Ky është versioni i deri tani shëmzyrtar. I ngelet familjarëve që të vlerësojnë nëse janë të dakordsuar me këtë version apo të kërkojnë autopsi. Nga ana tjetër, pishina dyshohet se nuk ka përmbushur kriteret kryesore të funksionimit të saj në raste emergjente. Nëse nuk ka instruktor apo ekspert shpëtimi në rast rreziku, duhet të kishte tabelë që paralajmëron njerëzit për rreziqet. Prokuroria e Gjirokastrës ende nuk ka marrë në dispozicion pamjet filmike. Deri më tani janë shoqëruar në polici 7 persona, prej të cilëve 2 shokët e të ndjerit, ndërsa pjesa tjetër personeli i pishinës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.